Edhe mërkura nuk ka shkuar pa zhvillime politike në vend. Para ditën e sotme disa prodhues vendor u bashkuan protestës së grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës para ndërtesës së qeverisë, duke kërkuar konstituimin e kuvendit dhe funksionalizimin e institucioneve. Abedin Ramadani, prodhues vendor i bëri thirrje Albin Kurtit që të hap rrugë për konstituimin e kuvendit. Zotri Kurti, konstitua kuvendin. Lejoj deputet të hyjë në sallë dhe të flasin për problemet reale që qytetarët dhe fermerët përballen bizneset, ju lutemi, situata është e jashtëzakonshme. Përndryshe, nëse kjo gjendje vazhdon, për shumë prodhues vendor, falimentimi po bëhet rrezik real. Gjatë kohës së protestës, grupi parlamentar i PDK-s ka ripërsëritur kërkesën për rikthimin e funksionalizimit, ndërsa në takimin e mbrëmshëm mes kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe kryetarit të LDK-s u konfirmuar se të dy partitë janë pajtuar për kriteret që duhet të ketë një president konsensual. Shqyrtuam e diskutuam kriteret për figurën e presidentit apo presidentes së re, nga shumë kënde dhe në disa rrofshe, por në veçanti sa i përket vlerave, meritave dhe kontributeve në shoqëri për kombin mbar dhe në profesionet e caktuara. Diskutuam në vullnet të mirë për kriteret dhe profilin potencial të presidentit apo presidentes së ardhshme të Republikës së Kosovës. Ka vullnet të dyanshëm rreth këtij profili se si duhet duket një president dhe mbi gjitha mbi kriteret që ky president ose kjo presidente duhet i ketë. E deputetja e Aleancës Time Kadriaj në një konferencë për media të mbajtur sot ka kërkuar që lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës të jenë transparent para publikut për çështjen e presidentit. Ne nuk mundem me nol LDK mos me pas një marrëveshje politike, mirë po të jenë transparent me publikun, me qytetarët, me gazetarët, me gjithë popullin. Ne s'mundem me pengu një marrëveshje LDK-VV, nëse ata i kanë premisat, nëse ata e kanë një marrëveshje të tillë, le të vinë në kuvend, ta konstituojnë kuvendit, mos të shkelin kushtetutën, por ta zgjedhin edhe president. Seanca konstituive kishte nisur me 6 gusht 2026, ku u bë betimi i deputetëve, por u ndërprej pas tensioneve dhe përplasjeve në sallë, që prej atëherë seanca ka mbetur pezull pa një datë të re, vazhdimin nga ana e kryesuesit.